Në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet mes banorëve shpesh nxiten nga bashkëpunimi, mbështetja dhe momentet e afërsisë që krijojnë lidhje të forta. Një nga këto momente ndodhi kur Eliona vendosi t'u jap një masazh relaksues Lëndrimit dhe Klodit, si një mënyrë për t'i qetësuar pas ditëve të lodhshme dhe emocioneve të forta brenda shtëpisë. Ajo filloi me kujdes, duke u përqendruar në qafën dhe shpatullat e tyre, duke ndjerë tensionin dhe lodhjen që ata mbanin brenda. Çdo prekje ishte e butë dhe e matur, një mënyrë për t'u dhënë pak qetësi dhe rehati pas sfidave të vazhdueshme të lojës. Lëndrimi dhe Klodi u dukën menjëherë më të çliruar. Duke ecur më lehtë dhe duke ndjerë një moment të vogël lehtësimi në mes të stresit të shtëpisë, masazhi u shtri gradualisht edhe në pjesë të tjera të shpinës dhe trupit, ku tensioni zakonisht grumohet. Eliona tregoi durim dhe kujdes, duke ndjekur reagimet e tyre dhe duke u siguruar që të mos t'i kalonte kufijtë e respektit. Ky ishte një moment i ngrohtë, një ndërveprim njerëzor që shpesh humbet në lojën e fortë dhe kamerat e pandërprera. Banorët e tjerë e vëzhguan këtë situatë me kuriozitet, disa duke buzëqeshur, të tjerë duke kuptuar se kjo ishte një mënyrë e thjeshtë për të treguar kujdes dhe solidaritet. Asnjëherë nuk ishte një lojë taktike apo një strategji, por një akt i pastër për të ndihmuar të tjerët të ndihen më mirë. Ky moment i Elionës tregoi një anë tjetër të Big Brother Kosova, se afërsia dhe kujdesi mund të jenë po aq të fuqishme sa debatet dhe përplasjet. Nuk është vetëm lojë, por edhe ndjeshmëri, mbështetje dhe marrëdhënie njerëzore që ngjallin respekt dhe besim. Në fund, Lëndrimi dhe Klodi u ndjen më të qetë dhe më të relaksuar, ndërsa Eliona, me një buzëqeshje të vogël, e përfundoi këtë akt të kujdesit, duke treguar se ndonjëherë momentet më të vogla janë ato që mbeten më gjatë në mendjen e publikut dhe në dinamikën e shtëpisë.